Kur ka përfunduar numrimi I votave të zgjedhjeve të 11 majit, përveç atyre të diasporës, Star Plus ka qenë pranë qytetarëve të Shkodrës për të transmetuar live çdo zhvillim, duke nisur që me fushatën zgjedhore, që nisi në datën 10 prill dhe deri në mbledhjen e kutijës së fundit për votat preferenciale për kandidatët. Star Plus transmetoi për publikun fushatën zgjedhore të partive politike dhe kandidatëve të saj për deputet, duke përfshirë takimet, prezantimin e programit, apo edhe spote elektorale duke ruajtur balancat dhe minutazhin e përcaktuar për të gjitha forcat politike, duke I dhënë hapësirë televizive çdo subjekti elektoral. Për vijuar më pas, për disa ditë me radhë, që nga momenti I hapjes së procesit votimit më 11 maj në orën 7, ku gazetarët dhe operatorët e Star Plus kanë qenë të angazhuar maksimalisht për të siguruar një pasqyrë të saktë, të balancuar dhe në kohë reale të gjithë procesit zgjedhor. Ata ndoqin dhe dhanë informacione të detajuara për pjesëmarrjen e qytetarëve, problematikat e mundshme dhe reagimet e përfaqësuesve politik nga Shkodra, Malësia e Madhe, Vallëdhesi, Puka dhe Lezhë. Gazetari Luan Kadia dhe Teodor Gjerga së bashku me operatorët Vilano Gjoni dhe Blerim Kruja raportuan nga të gjitha qendrat e votimit në qytetin e Shkodrës dhe më pas nga KZAZ numër 2 dhe 3 deri në përfundimin e procesit. Ndodhemi këtu te biblioteka Marin Baleti ku është vendosur qendra e votimit 295 që I përket KZAZ-s numër 3. Gazetarja Nereida Vitoja së bashku me operatorin Mirjam Drabeja kanë raportuar live ditën e votimeve nga Vallëdhesi për të vijuar më pas me ndërritjen e kutive dhe numrimin e votave në KZAZ numër 4. Përshëndetje nga Bashkia Vallëdes, aty ku gjatë gjithë ditës kemi ndjekur procesin e votimit në zgjedhjet parlamentare të vitit 2025. Gazetarja Saida Çobaj me operatorin Sidrit Doda raportoi live ditën e votimeve nga publiku në Malësinë e Madhe për të vijuar me ndërritjen e kutive dhe numrimin e votave për subjektet politike dhe kandidatët në KZAZ numër 5. Nga Malësia e Madhe për orës 7 mëngjesit kemi ndjekur nga procesin e votimit në këtë zonë. Gazetari Elvis Hila raportoi live çdo situatë nga Lezhë, nga nisja e procesit të votimit deri në numrimin e votës së fundit. Ju përshëndes nga Lezhë, si e thatë edhe ju, ka nisur procesi I votimit edhe në qarkun e Lezhës. Gazetarja Denisa Meqi raportoi live procesin e votimit në Puk dhe Fusharës, ndërsa gazetari Elvis Hila raportoi për Star Plus çdo zhvillim të qarkut të Lezhës. Situata paraqitet e qetë. Në Puk ne kemi 18 qendra votimi. Studio hapur në Star Plus me gazetarin Teodor Gjerga u kthye në një nga emisionet më me peshë ku kandidatët dhe drejtuesit politik shpalosën programin dhe idetë e tyre. Sfida e parë për qytetin ka qenë që të fillojë dhe ta bëjë qytetin ftues, po dhe funksional. Paralelisht me raportimet nga terreni, Star Plus organizoi biseda të drejtë për drejta në studio me moderatorët Sabina Sheleku dhe Erzen Koperaj, të ftuarit dalë mendimin e tyre për këto zgjedhje parlamentare, jo vetëm në qarkun Shkodër, por edhe në rang kombëtar. Një rol të rëndësishëm për të mbajtur publikun të informuar në çdo minutë. Star Plus përmes rifreskimit të faqeve në rrjetet sociale të Star Plus Televizion, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube dhe në faqen web, përcollën në kohë reale gjithçka ndodhi gjatë procesit. Star Plus në këto zgjedhje parlamentare ishte dritarja kryesore e informimit për banorët e qarkut të Shkodrës, e si media lokale më e madhe në vend mbetet e pa kushtuar të informojë me saktësi, pashmëri dhe përgjegjësi të lartë profesionale.